aq kohë jemi në këto vende. Kështjellat janë kujtimet e kësaj toke ku janë varrosur stërgjyshrit dhe do të lindin stërniprit tanë. Në to është ruajtur historia e një populli që përshkoi shekujt me emrat ilir, arbër dhe shqiptar. Se i cili prej tyre mund të ketë qenë stërgjyshit. Ata jetonin këtu para 2000 vjetësh dhe quheshin ilir. Ndërmjet tyre, ishte një fis që mbante emrin me të cilin na njeh sot bota. Ata quheshin Alban. Të njëjtin emër mbante edhe qyteti i tyre kryesor, që ngrihej në një kodër shkëmbore pranë fshatit zgërdhesh të Krujës. Muret rrethuese prej blloqesh në forma katërkëndëshe kanë mbetur si skelet gjigant të qytetit. Nga portat e qytetit niseshin rrugët që e lidhin Albanin me krahinat e tjera të botës ilire. Në to lëviznin udhëtarët, mallrat, në nëpunësit e shtetit ilir. Dhe në vitin 229, u dyndë në to ushtrit pushtuese të konsulve romak. Ishte fillimi një lufte që vazhdoi për qindra vjet, pa fitues dhe të mundur, pa paqe dhe marrëveshje. Kur shuheshin zjarret e kryengritjes, mundohej ta mposhte shpirtin ilir, vala e zakoneve dhe e gjuhës së huaj. Në dy rah, në shekullin e parë të erës sonë, pushtuesit ndërtuan një amfiteatër për ndeshjet e gladiatorëve. Një mbishkrim nga Apollonia bën fjalë se ndeshje të tilla zhvilloheshin edhe në këtë qytet. Megjithatë, pushtuesit romak që jetonin në banesa luksoze përbënin një pakicë. Edhe në këto qytete popullsia ilire ruhej si një grup etnik, siç del nga mbishkrimet e varreve, ku lexojmë emra ilir dhe shohim veshjet e veçanta të tyre. Viset e brëndshme e ruajtën kulturën e lashtë, duke marrë nga kultura romake ato gjëra që ndihmonin në zhvillimin e mëtejshëm të saj. Ndërsa dakët fqinj romanizuan, në Dardani popullsia ilire mbeti e papërkulur gjatë gjithë kohës së pushtimit romak. Kështjellat janë shqetësimi shekullor i kësaj toke. Një shqetësim që ndjehet ende te gurët e rënd të kalasë së Pesqopit, dhe që është përngurur më vonë te kështjella fqinje Petrelës. Në shekullin e 4 të erës sonë, u përplasën aty valët e para të dyndjeve barbare, që vazhduan për 3 shekuj duke mbuluar me zjarr e hi një qytetërim 1000 vjeçar.
kaluan got, hun, avar, slav, dhe nën këmbët e tyre ra perandoria romake, ndërsa Bizanti i friksuar shtyhej në fund të Ballkanit. Ilirët mbetën gjithmonë zotër të vendit, dhe kur kaloi vala e dyndjeve, ata zbritën nga malet, dolën nga kështjellat. Ishte po ai populli vjetër që fillonte një ditë të re në historinë e vet, me një kulturë të ripërtërir, me një emër të ri. Ata quheshin arbër, ruanin emrin e lashtë të albanëve ilirë dhe banonin si ata, ndërmjet Erzenit dhe Matit. Edhe qendra e re e tyre ishte një trashëgimtare e qendrës së vjetër, që gjatë dyndjeve barbare, banorët e Albanit u shpërngulën në një vend më të mbrojtur që mori emrin Kruj. Nga kroje të dilin në buzë të shkëmbit mbi të cilin u ngrit kështjella e re. Pranë hyrjes ndallohen pjesë të murit më të hershëm që i takon shekullit të 6 të erës sonë, që atëhere kjo u bë qendra e këtij populli luftëtarësh dhe si një anije përshkoi shtërngatat me ngarkesën e një historie mijëvjeçare. Gjatë gërmimeve arkeologjike janë gjetur një numër i madh objektesh që krijojnë mundësi për studimin e kulturës së arbrëve. Për rezultatet e tyre, i u drejtuam autorit të gërmimeve arkeologut Skënder Anamali. Në këto vitet e fundit që ku Anamali janë bërë zbulimet shumëta arkeologjike. A mund të na thoni se cili ka qenë kontributi që kanë dhënë arkeologët shqiptar në lidhje me gjendjen e shqiptarëve dhe autoktoninë e tyre në truallin ku banojnë sot? Arkeologjia ka dhënë prova bindëse dhe shumë të qarta, të cilat flasin në të mirë të vazhdimësisë ilire shqiptare. Kruja është një nga qendrat më të rëndësishme e cila i përket arbrëve të hershëm dhe ku janë bërë zbulime arkeologjike interesante. Në varrezën që shtrije në veri të kështjellës së Krujës janë zbuluar dëshmi të shumta, të cilat tregojnë kudo të pranishëm elementin e vazhdimësisë, si në ndërtimin e varreve, në rritin e varrimit, në objektet që majnë varret. Dëshmi arkeologjike për arbrit e hershëm janë zbuluar përveç treves ku ka qenë përhapur kultura e Komanit, bartë së cilës kanë qenë arbrit dhe ku hyjnë zbulimet e bëra në Kruj, edhe në krahinat tjera të vendit tonë, sidomos në disa kështjella e qytete mesjetare ku kanë punuar ekspeditat tona. Të gjitha së bashku kanë vërtetuar atë çka gjuhëtarët tanë kanë provuar me mjetet gjuhësore, se shqiptarët janë jo vetëm pasardhës të ilirëve, por edhe banor autokton të atë dhëut të tyre. Ndërsa një pjesë e sendeve, siç janë enët, veglat e punës dhe armët, të përdorura nga arbrit, përbëjnë krijime të reja sipas frymës dhe kërkesave të kohës, një pjesë tjetër, si zbukurime, mbajnë të qarta tiparet e trashëgimisë nga sendet e përdorura nga ilirët. Pas dyndjeve, sundimi i huaj bizantin u ruajti mbyllur brenda mureve të qyteteve të mëdhenj. Një dursak, Anastasi i parë, që kishte zënë në vitin 498 fronin perandorak në Bizant, urdhëroi të ndërtoheshin mure të fuqishme rreth qytetit të vet të lindjes. Ato përfshinin vetëm një pjesë të qytetit të lashtë që ishte zvogëluar mjaft. Si edhe më